Pa thënë një datë se kur të nisin punimet, Dhori Kule, rektori i Universitetit të Tiranës, thotë se projekti kampusit universitar është gati. Për këtë kampus, Universiteti i Tiranës ka dhënë 2 milion euro për një godin që do të ketë një shtrirje prej 40.000 metra katror. Rektori thotë se do t'i dorëzojë bashkisë dokumentacionin për marrjen e lejës ndërtimit të këtij kampusi universitar, i parë si një nga projektet më të mëdha të arsimit të lartë. Së shpejti Fakulteti i Ekonomisë dhe unë në fillim të prillit do nis një marrëveshje me një universitet gjerman për të marrë bibliotekën elektronike, për të përdorur studentët dhe pedagogët tanë informacionin dhe bibliotekën digjitale nëpërmjet këtij financimi dhe një rrjeti që është krijuar në Universitetin e Shtulit në Maqedoni me universitetin tonë dhe Universitetin e Prishtinës, pra është në rrugë të mbarë gjithë procesi i zhvillimit të universitetit tonë për të arritur ato që ne kemi mision tashmë për standardet cilësore. Për shkak të vlerës së madhe prej 26 milion eurosh që kërkon ky kampus, rektori thotë se duhen edhe financime nga investitorët dhe qeveria për të përfunduar këtë vepër për studentët. Deklarata u bën pasi rektori ishte e pranishëm në prurimin e një laboratori që do të ndihmojë kërkimin shkencor në Fakultetin e Ekonomisë.